Duke marrë shkas nga aksidentet e ndodhura vitet e fundit në Bregdet, të shkaktuara nga mjete ujore si jet ski, gomone apo skafe, televizioni 6+1 Vlora ka vendosur të bëjë një vëzhgim në të gjithë vijën bregdetare. Pas vëzhgimit, konstatohet se sinjalistika detare, e cila ka për qëllim mbrojtjen e pushuesve, të cilët lahen në detin e Vlorës, mungon. Prej vëzhgimit të kryer, ku qëllimi ishte të kuptojë më qartë situata e sigurisë për pushuesit dhe menaxhimi i mjeteve detare përgjatë kësaj zone turistike, gjithmonë dhe më në rritje, vijet re se mungojnë kufizimet e largësisë të vendosura në plazh, por edhe korridoret ujore për mjetet lundruese janë vërtet minimale. Por ky vëzhgim në Vlorë solli dhe një tjetër konstatim, i cili ka të bëjë me faktin se si lundrojnë 10 mjete detare në detin e Vlorës çdo ditë. Të mjafton sot një shëtitje xhiro në Bregdetin e Vlorës për të konstatuar se çdo orë në det 10 mjetre lundruese lundrojnë me shpejtësi të lartë. Shumë prej tyre jet ski, gomone, skafe, lundrojnë edhe shumë afër Bregdetit, aty ku pushuesit pushojnë dhe lahen në det, duke u kthyer në një rrezik konstant për këta të fundit. 6+1 Vlora ka pyetur më me imtësi për të kuptuar situatën, por edhe për të mësuar se sa korridore ujore janë të përcaktuara në Vlorë dhe sa vendqëndrime për mjetet ujore. Sipas të dhënave të siguruara, vendqëndrime të mjeteve ujore të miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak janë 5 të tilla, nga Zvërneci në Orikum. Gjithashtu janë miratuar vetëm 3 korridore ujore për jet ski, 1 në Jonufër dhe 2 në Bregdetin e Radhimës. Korridore të tjera ujore në më tepër se 35 km vijë bregdetare nuk ka të konfirmuar edhe zyrtarisht. Edhe pse sezoni veror ka nisur dhe deri më tani nuk është raportuar për aksidente apo humbje jete, si pasojë e mjeteve ujore në Vlorë, theksojmë se nevojitet monitorim i vazhdueshëm. Shtimi i ndjeshëm i qarkullimit të këtyre mjeteve në të gjithë vijën bregdetare kërkon më tepër angazhim për të garantuar një sezon turistik të sigurt për të gjithë. Konfirmojmë këtu faktin që vetëm pak ditë më parë, pas një aksioni të ndërmarrë nga policia kufitare, janë bllokuar plot 41 mjete lundruese nga Ksamili në Vlorë, të cilat operonin në kundërshtim me ligjin apo pa dokumentacione të rregullta të ushtrimit të këtij aktiviteti, por to mjete në numër janë më shumë se kaq.